e ka njohtur, edhe këtë ne e kuptuam mbas 90-s, kur një miku i tij na rrëfeu historinë, unë parathënin e librit dhe kam shkruajtur, një përplasje të djemve dhe burrave, po themi elitës intelektuale të asaj kohe, në ato kafenet pak që kishte Tirana, si që ishte Kursali, kur mentor shoku Nipi apo stërnipi Ilyas Pashdibrës përplaset ashpër me Enver Hoxhën për fjalët që ai ka thënë kundra Dibranëve dhe kosovarëve, do thotë shqiptarëve të ngelur jashtë kufive politik të Shqipërisë, ngrihet për ta qelluar dhe Ismeti futet në mes dhe i thotë: mentor nuk e pse ndyen duart me atë, thot, është aq maskara sa ti e bështyn dhe ai thot po bie shi. Kaq do të mjaftonte që familja e ngushtë e nënës time, do të thot, gjyshja me 3 fëmijët e vet, jetim, sepse dhe motra saj janë dhe kunata e shoqja e Temit, edhe ajo ka 3 fëmijë, por kjo bërtham familjare ka që vogël, do të sulmohet egërsisht mbas luftës, edhe pse kontributi tyre në luftën antifashiste ka qenë i jashtëzakonshëm. Selaudin Toto, vëlla i Ismetit, të Asimit dhe e Temit, ishte me studime në Itali. Ai do të mësonte patin tragjik të 3 vëllezërve të tij, për të marrë me njëherë vendimin e kthimit në ato be. Dhe hej për 6 fëmijët jetim të vëllezërve të vrarë. Braktisi një karrierë të ndritur që sapo kishte nisur, për të marrë mbi supë një barë që nuk ishte e tij, por që e ndjeu si detyrë të shenjtë. Edhe ky xhaxha i vogël ishte në Itali në universitet. Ne rrinim në një shtëpi që ishte me 2 kate. Katin poshtë kishim atë një dhomë që ishte kuzhina dhe që bënim to. Kështu një dhomë ishte dhoma e pritjes. Lart korridori ishte shumë i madh i shtëpisë. Lart e ndam me kompensat. Aty flinte ky xhaxha i shkret. Një dhomë kishim neve, nëna ime me 3 fëmijë, edhe tezja 3 fëmijë, kishte 3 vajza. Kjo ishte gjithë. Edhe disa paguani 4 Napoleona në atë kohë, qera shtëpie. Me thënë drejtën, ai nuk ishte i djathtë. Ai ka përkthyer i parit nënën e Gorkit në këto, o te Minerva o te ajo tjetër, Arbëria. Kanë qenë këto. Edhe disa pjesë të Tolstojt i ka përkthyer në atë kohë. Ishte si mod në atë kohë, në Itali përkthenin shumë nga këto të rusëve. I kishin Çehovin e këto të gjitha. Unë në atë kohë e vogël fare i kam lexuar në gazetat se i kishim koleksionet, edhe mbas dite na i nxirrte nëna e shkret. Thoshte na tash i lexoni këtu se ka gjëra të bukura. Edhe merreshim me lexim të 3 fëmijët. Familja Toto do t'ishte sërish në ballë të betejave për liri. Selaudini u angazhua në lëvizjen antifashiste, por edhe mbesat edhe nipi i tij. Vetëm 13 vjeçe, Vera u arrestua nga nazistët më 4 shkurt 1944, bashkë me motrën, vëllain dhe kushërirat, për përfshirjen e tyre në lëvizjen çlirimtare. Ende fëmijë, por me zemrën e mbushur me ideal si baballarët e tyre, kishin shpërndar trakte dhe thirrje për liri në rrugët e errta të Tiranës së pushtuar nga nazistët. Në burgun e 4 shkurtit, Vera përjetoi tmerrin, britmat prej torturave dhe vrasjen e të rinjve, bijtë e intelektualëve Tiranës. 45 ditë që e rritën para kohe dhe lën plagë të pashlyeshme në kujtesë. Ne ishim në burg të 3 vajzat e mëdhaja. Unë, motra ime dhe vajzë xhaxhait e madhja, me 4 shkurt na kishin zënë në burg të 3-ja. Unë kisha bërë 13 vjeç. Natën, në mes natës, erdhen esët, na morën të 3-ja. Brenda 24 orëve të nënës tonë,
I doli u bë gjysma e fytyrës si ekzem. Më vonë kemi marrë vesh si ndodhi. Se u desh vite të tëra që avash të ikte, po ajo mbetesh diku. I morën të 2 vajzat. Unë isha e vogël, 13 vjeç. Motra ishte 15. 2 vjet ishte më e madhe se unë. Ajo e xhaxhait ishte më e madhe. Na kanë çu te gjimnazi i Tiranës, nuk e dini, ju jeni të ri. Gjimnazi ka qenë, ku është Kursali, në qik më poshtë. Aty ka qenë gjimnazi. I ka pas ato dhomat e mësimit, si në universitet me shkallë. Se do në të shkalla e parë, deri të shkalla e 5. Edhe aty na vini për të fjetur, ishin 80 e ca vetë aty. Në atë dhomë ishte dhe Ali Visha i shkret. Tiranas është. E vranë atë. E morën natën dhe e vranë. Kemi qenë të gjithë që ishin intelektual të Tiranës, rini, të gjithë aty na futën. Mo më kanë vajtur 25 ditë. Aty. Të gjithë kujdesoheshin, se është e vogël, të është në është gjyna, mos e lini të më rdhihi. Më hidhnin palltot e në rajat të tyret. Se ishte shkurt. E friksuar, e drobitur, por e gjallë. Ajo kujton takimin me Qazim Ulletin, atëherë prefekti i Tiranës, për të cilin ajo ruan një respekt të thellë për rolin që luajti në lirimin e saj. Pastaj më liroi ai. Qazim Ulleti. Ai ka qenë goxha zotni. Më thënë drejtën. Ishte antizogis, erdhi në kohën italisë. Nuk e di. Janë bërë kohrat shumë të vështira. Ti s'di njeriu për këtë thot mire, për këtë thot keq. Unë si ta shkej majmënd, kur të më lironin, erdhi në nashkret, bashkë me një nga ata ushtarë xhandarë që ishin, edhe më quan të Qazimi në prefekturë. Mua edhe një tjetër ka qenë një Selami Gjomo. Si ta shkej majmënd. Po ç'deshe ti me xhajtë? Ç'punë ke ti, thot, merresh me këto punë? Unë rria e dëgjoja qëtë, edhe i tha mamaja shkret. Zoti Qazim tha, mos u mërzita se unë nuk e lë më të dal nga shtëpia, tha. Aty në shtëpi me mua do ri, tha. Mere, tha. Mere, tha, s'është. Fluturën jo, e çu në burg. Atë tjetërën e çu në gjyq, se ajo punonte në shtypnin atë gazetën, Zëri i Popullit. Ilegale që ishte. Me atë vllajën e Todi Lubonjës. Edhe u martua pasaj me të pas çlirimit. Shumë ti. Gjëra që kur ri i mendoj tash i them, si na kishte marrë mendjen Zoti. Ky vllai i shkreti ishte i vogël, 10 vjeç, që 3 vjet më i vogël se unë. I gjithnin kongresin e Përmetit, nuk e harroj kur në maj që ka qenë. Janë gjithnin ato traktet me brum këtu shkonte te shtylla e ngjiste dhe ikte. Që po ta shikonte në një ushtar nga ato gjermanët ose ta e vriste në vend. Shtëpia e Totove, e mbushur me kujtime dhe dhimbje, u kthye në një bazë të rëndësishme të luftës çlirimtare. Enverja, nëna e Verës, bashkëshorte e Ismet Totës, një grua e fortë dhe e përkushtuar, u bë pjesë aktive e kësaj lëvizjeje, duke krijuar lidhje të ngushta edhe me Nexhmije Hoxhën. Me besimin që fitoi, u zgjodh në strukturat drejtuese të grave komuniste, duke dhënë kontributin e saj në organizimin e grave për çlirimin e vendit. Shtëpia që kishte jetuar shumë tragjedi, tani i frymonte rezistencë.
Ajo ishte një grua e re, hyri në lëvizjen nacional çlirimtare me gjithë shpirt, se ishte djegur nga autokracia e zogut. Kështu që ndeti sa u liruam neve gjasme, po ato vajzat ikën të dyja, motra ime e madhja. Dhe ajo e xhaxhait e madhja, ato ikën. Ilegale. Ne kishim shtëpinë bazën e luftës. Edhe ilegal kemi mbajtur me muaj në shtëpinë tonë, që kanë qenë të sëmur në spital, nga spitali i binin të neve. Kemi pas një aktivitet të jashtëzakonshëm. Dhe nënën time, me Xhmije Hoxha në Berat, e zgjodhi antare të Këshillit të Përgjithshëm të Gruas. Sipas presidente. Nën presidente. Me propozimin e saj është bërë. Më një herë mas luftës, xhaxhai Selaudini u bë deputet, ajo punonte në Ministritë Jashtme. Tirana ishte në shtet rrethim, ajo mbajti arkën edhe gjithçka në kurrizin e saj, kur asnjëri nuk piptinte më në Tiranë, të gjithë kaluan në ilegalitet të plot. Qarkori i Tiranës që të gjithë në familjen Toto, me jetimët, 6 jetim, vazhdonte të punohej për luftën kundra pushtuesit.